Bektash, përshëndetje dhe mirë se erdha. Kam kënaqësinë që të kam në studio. Kënaqësia është e gjithë e ime, e falenderoj. Atëherë ke qenë 7 herë kampion i Shqipërisë, kampion Ballkan dhe një rënditur i nënti në Europë. Po, e vërtet është e saktë. Cila fitore ka lënë gjurmë më të madhe tek ti? Fitoret dhe humbjet janë pjesë e çdo sportisti, çdo rrugtimi, por që si të themi pjesëmarrja dhe fitoria më që unë e kujtoj dhe mbaj mend ka qenë Europian në 2025 në Sarajevo, ku aty jam renditur i nënti përsa i përket renditjes në Europë. Ajo ka qenë si thuash që akoma më lë shije dhe një synim tjetër për të marrë pjesë përsëri në Europian apo në botror, për ta përfaqësuar Shqipërinë në këtë herë në podium. Unë doja të di se çfarë sakrificash fshihen pas medaljeve të çdo fitoria. Se publiku nuk e shikon sakrificën tuaj, shikon thjesht fitoren, e shijon fitoren. Atë sakrifica e çdo sportisti, jo vetëm një sportist taekwondo janë të mëdha, që thotë duhet të jesh fokusuar te ky sport që ti po bën, duhet të lësh gjitha gjërat e tjera anash, duhet të fokusohesh tek regjimi ushqimor, duhet të fokusohesh tek gjumi, duhet të fokusohesh te stërvitja, pra duhet bësh të paktën minimalja 3 herë në ditë, në momenti kur po synon në një rang europian medalje, jo thjesht një ndeshje amator. Këtu po flas për pjesën e stadit profesionist. Pra është një sakrificë e madhe, pasi duhen të gjitha, është mbështetje ekonomike, që duhet të kesh një qendje ekonomike të mirë për të përmbushur të gjitha gjërat. Edhe duhet të jesh të gjithë kohën të fokusuar te kjo gjë që ti po bën. A ke menduar ndonjëherë të heqësh dorën nga sporti? Të heqësh dorën nga sporti, çdo sportist, çdo njeri ka menduar të heqë dorën nga një diçka. Siç unë vete kam pas menduar kur kam qenë i vogël, normalisht këtë sport unë kam filluar në moshën 12 vjeçare. Fillimisht çdo person që fillon nuk është se fillon po filloj një diçka dhe aty do ta shikoj veten. Ka pasur etapa që e kemi lënë si thua pas dore, por më pas kemi kuptuar që okay, ky është rruga ime për të ndjekur. Por që ka pasur edhe këto luhatjet. Po, çfarë të ka motivuar të vazhdosh gjithmonë të merresh me sportin? Motivimi i parë janë medaljet, është disiplina që të jep ky lloj sporti. Dhe këto të bëjnë është një shtys më pas pjesa e rangut europian apo medaljet europiane për ta vazhduar më lart dhe për mos ta lënë. Sot je një trajner. A është më vështirë të fitosh një medalje apo të përgatisesh një kampion? Një sportist dhe një trajner janë dy gjëra të ndryshme. Normalisht kur je sportist duhet punosh shumë fort, punon vetëm me veten tënde për të arritur gjërat që kërkon si sportist. Më pas si trajner bëhet rruga akoma dhe më vështirë. Duhet punosh me veten si trajner që ti atë mësim që ke ta transmetosh në mënyrën e saktë te studenti jot, duhet të studiosh studentin se për çfarë ka ardhur apo synimet që ka ky student. Pra është një rrugë akoma dhe më vështirë ku kalon në këtë stad. Por është shumë më e bukur se sa ajo e sportistit. Cilat janë gabimet që bën një fillestar? Gabimet, unë s'do t'i quaja gabime, pasi është një fillestar dhe normalisht ka nevojë për gabime, por që si thua një fillestar do të shkoj direkt te stadi i lartë. Normalisht që çdo gjë duhet marr hap pas hapi dhe ai duhet ndjeki të gjitha rregullat që për të shkuar aty ku duhet. Cili ishte vizioni juaj dhe a mendoni se e keni realizuar? Vizioni ynë si ekip normalisht është shumë i madh se kjo gjë që kemi bërë. Ne kemi ndërtuar një ekip, kemi ndërtuar një qendër sportive, gjë që është një hap i madh për këtë gjë që ne po bëjmë, por që vizioni ynë është shumë më lart se ky. Duam të çojmë një kombëtare të taekwondos aty ku duhet jetë. Përveç teknikës, cilat janë vlerat më të rëndësishme që përpiqeni t'i transmetoni sportistëve? Atëherë, anash teknikës është një luftë shumë e madhe për të dhënë një disiplinë, për të dhënë një mësim
një art marciale ashtu siç duhet, pra siç është shkolla, t'japim një edukim profesionalisht sportiv tek çdo fëmijë që vjen apo çdo nxënës që vjen tek ne. Dhe për ne kjo është synimi ynë më i madh. Pra të edukojmë një brez sportiv dhe edukativ të shëndetit fizik. A mendoni se Shqipëria u krijon kampionëve kushtet që meritojnë, apo vjen suksesi kryesisht fal sakrificës personale? Normalisht janë të dyja krahët e medaljes. Ka ardhur një kohë që normalisht Shqipëria po vjen dhe po i kushton goxha rëndësi sportit, që për ne është shumë e mirë, duke bërë gjysmën e punës më të lehtë. Në kohën time, por edhe si thuash akoma e kemi sakrificë vetë nga vetja jonë për të marrë pjesë në këto kompeticione, siç e folëm më përpara. Në një kohë kur fëmijët qëndrojnë për orë të tëra në ekran, si i bindni ato të zgjedhin sportin? Atëherë, nuk është se i bindim ne. Normalisht pjesa e taekwondos, pjesa e arteve marciale është një shtys për fëmijët, është diçka e bukur si thuash duke parë nga pamja jashtë, por më pas duke ardhur dhe duke praktikuar këtë gjë kupton prindi benefitet që të jep ky sport, dhe më pas pjesa e fëmijës duke realizuar në anën e teknikës, po dhe në pjesën sportive. Unë doja të di se cili është momenti që ju bën më krenar si trajner. Momenti që na bën ne më krenar, jo vetëm mua, por edhe trajnerëve tjerë që janë në qendrën tonë, është momenti kur sportisti ynë ka arritur të marrë të rrëmbej një medalje dhe ai ndihet mirë fillimisht, ndihet krenar për veten e vetë për atë gjë që ka synuar. Ky është një gëzim, si thuash, dy fish nga ana e trajnerit. Nëse një sportist ka talent por i mungon disiplina, a mund të bëhet kampion? Një sportist ka talent por i mungon disiplina. Normalisht është gjë shumë e mirë që ky sportist ka talent, por pa disiplinë, pa qenë aty konstant në stërvitje, nuk ka si të bëhet një kampion. Duhet të jetë konstant, duhet të jetë goxha i disiplinuar për të dalë, për të marrë medalje dhe për të dalë kampion më pas. Çfarë të ka mësuar taekwondo? Çfarë më ka mësuar taekwondoja? Taekwondoja është një art marcial, është një sport luftarak që të jep një disiplinë, të jep një edukim sportiv, të jep një regjim ushqimor siç duhet të jetë, është një shkollë e dytë për çdo person, nëse ai merr rrugën apo vendos që do ta vazhdoj këtë sport. Nuk është thjesht vetëm një sport për të realizuar. Por është një disiplinë dhe është një rrugë shumë e gjatë momentin kur dikush futet dhe synimi i atij është afatgjatë në këtë gjë. Nëse do t'u jepni vetëm një këshill prindërve për t'i futur fëmijët e tyre në rrugën e sportit, cila do ishte ajo? Këshilla e vetme që ne japim është t'i angazhojnë me sportet, jo vetëm me taekwondo, por çdo lloj sporti. Jam i mendimit që çdo fëmijë duhet t'i kapi të gjitha sportet për të parë veten se ku është i aftë për të dhënë 100% e tij. Kështu që çdo prind duhet të ketë të drejtën dhe të shtyjë sa më shumë fëmijët në aktivitete sportive. Atëherë thuhet se sportistët kanë shumë sukses me vajzat. Thuhet. Ka qenë kështu dhe për ty? Sukses është se tani sukses me vajzat. Sukses me vajzat është në ç'kuptim duhet kemi sukses me vajzat? Shkurt fare. Po. Sportistët ngacmohen më shumë nga vajzat. Nuk është se kemi ndjerë shumë këtë pjesë. Mos ndoshta zemra jote është e zënë dhe nuk shikon askënd tjetër përveç. Shiko, pjesa e një sportisti është që është i disiplinuar dhe di ç'a kërkon, dhe kjo gjë është e mirë. Çfarë kërkon ti? Ato gjëra që un kam kërkuar i kam arritur t'i marr, kështu që po flasim për dashurinë tani. Po flasim për dashurinë. Pra. Nuk është jam në një kërkim të diçka. Sepse e ke? Kam çfarë? Dashurinë? Po dashuria aty është e pranishme në çdo vend ku ne. Zemra jote është e zënë? E zënë është. Urime. Faleminderit. Ky sport që ti bën,
ka bërë të lini përshtypje tek femrat apo tek karakteri yt? Ky sport që ne bëjmë ka lënë përshtypjet e femrave te karakteri yt. Është një sport që të formon një karakter të fortë dhe pjesa tjetër nuk është se e kemi parë shumë për pjesën na ka ndihmuar shumë me femrat apo na ka ndihmuar pak. Ndoshta edhe po mos ishim marrë me sport, apo na kishte ndihmuar më shumë, nuk e di. Tani jam shumë kurioze të di. Urdhë. Si e fiton zemrën e një vajze një kampion? Me medalje, me fitore, me disiplinë, me çfarë? Si e fiton një kampion? Po një kampion nuk është se ta fitoj me pjesën e medaljeve, një kampion ta fitoj Po jo, se ka që e fitojnë dhe me pjesën e medaljeve. si, se mora një medalje dhe tani po e presin te rruga. Po. Mendoj se çdo person duhet jetë i aftë përpos medaljeve të bëj për vete në këtë rast me që po flasim për vajzat, bëj për vete një femër ashtu siç duhet të jetë për ta bërë. Cilat cilësi vlerëson më shumë tek një vajzë? Cilësi që unë vlerësoj tek një vajzë është puna e saj, se sa e aftë është ajo që të jap rezultate në ato gjëra që ajo bën, një femër me karakter, me ambicie të larta, më pas gjërat e tjera janë dimes. Hërimi që zemra jote ishte e zënë, unë dua të dija, është të vështirë të mbash një marrëdhënie kur je i përqendruar maksimalisht në punën që ti bën? Çdo person, jam mendim që çdo person duhet jetë i aftë ndaj të gjitha gjërat. Pjesën e familjes, pjesën e punës, apo çdo raport tjetër të krijuar, edhe pjesën e shoqërisë, dhe çdo raporti tjetër që ka. Nëse partnerja juaj do të stërvitej me ju, do ta trajnojë ti apo do ja leje një trajneri tjetër? Partnerja apo çdo person ka të drejtën e vet të zgjedhë se me kë do të bëj stërvitje. Ne jemi disa trajnerë aty. Pse më shikon ashtu? Përderisa po flasim për pjesën e stërvitjes, normalisht që kështu që çdo person është i lirë të zgjedhë aty ku ndihet më mirë në ato rezultate që do të marrë. A mendoni se femrat janë më të disiplinuara në stërvitje se meshkujt? Femra është më e fokusuar në stërvitje, faktikisht, se sa mashkulli. Mashkulli është pak më, si thuash, përveç natyrës që është pak më agresiv, por që është pak më hallakat se sa femra, por që e merr rrugës këtë pjesë. Kush është më i fortë në një debat? Kampioni taekwondo apo një grua e vendosur? Varet nga debati, varet nga karakteret që kanë, varet edhe për gjën që ata po flasin. Nuk është se në një debat mund të jetë shumë më aftë një vajzë se sa një mashkull apo një kampion, në një debat tjetër, pra varet nga ajo që po flasin. Nëse një vajzë do t'ju sfidonte në palestër, do ta merrnit seriozisht apo do ta kursenit? Do ta merrim seriozisht përderisa ajo ka ardhur aty, patjetër që ta merrim seriozisht kërkesën që ajo dëshiron, dhe normalisht do t'i jepnim një rrugë se çfarë duhet të ndjek. A keni refuzuar ndonjëherë ndonjë lidhje për shkak të sportit? Kemi refuzuar ndonjë lidhje. Çdo gjë ka kohën e vet, si pjesa e sportit, si pjesa e lidhjeve në këtë rast, pra çdo person është i angazhuar, ka ato angazhimet e veta dhe i jep kohën dhe të gjitha gjërat që do në ato gjëra që ai dëshiron. Çfarë mendoni kur dëgjoni shprehjen pas çdo burrit të suksesshëm fshihet një grua e fortë? Shprehje shumë e bukur. Jam mendimit që çdo mashkull ka nevojë për një femër që ta ndjeki në ato hapa që ai dëshiron, por edhe nga krau tjetër, si nga ana e femrës, të ketë një partner që ta ndjek për realizimin e ëndrave apo pasionet që ajo bën. Femra është më e sigurt për gjërat që don, është më e vendosur dhe normalisht është një shprehje që unë e pëlqej goxha. Çfarë këshilli do t'ju jepje një vajzë që ka dëshirë të ndjek sportet luftarake? Këshilla e vetme që do t'i jepja ta ndjekë këtë vendim që ajo ka marrë,
shpresoj ta çoj aty ku duhet dhe normalisht t'i japi trajnerit të vet ato gjëra që ajo dëshiron për të kapur. Nëse do të përshkruani të partnerin ideale me 3 fjalë, cilat do ishin ato? E sigurt, e bukur, e sinqert. E bukur. Sa do tërheq bukuria? Sa rëndësi ka Shiko, bukuria nuk është vetëm ana jashtme, bukuria është e gjithë qenia që një femër transmeton, si nga ana e komunikimit, si nga ana e punës që ajo bën, pra eleganca që ajo ka në të gjitha gjërat që bën. Me këtë fjalë përkufizojnë e bukurën. Pastaj qenia femërore përfaqëson vetë fjalën e bukur, kështu që s'ka se si mos tjetë. Dhe në fund një pyetje me humor. Në shtëpi kush fiton gjithmonë? Kampioni i taekwondos apo partnerja? Ai që ka të drejtë. Pse mendoni që çdo vajzë duhet ta provojë këtë sport? Çdo vajzë duhet ta provojë këtë sport sepse është një sport i bukur, edhe për vajzat është një sport që nuk e deformon në trupin elegant që ajo ka, por përkundrazi e ndihmon në tonifikimin dhe të gjitha gjërat që ajo kërkon të japi apo dhe të shfryjë, si thua, ato emocionet negative që ka pasur nga puna që bën. Aty duhet të dalë, sa ndikon ky lloj sporti në zhvillimin emocional, edhe në zhvillimin fizik gjithashtu? Taekwondo është një aktivitet fizik që të ndihmon goxha në aspektin emocional. Të gjitha ato emocione negative, po edhe pozitive, për të gjitha frustrimet që ke marrë gjatë ditës apo gjatë punës, vjen një moment që duhet t'i shfrysh. Dhe në momentin që ti praktikon këtë gjë, e kalon aty nëpërmjet sallës së taekwondos, nëpërmjet grupit të taekwondos apo nëpërmjet të gjithë teknikave që bëhen aty. Në çfarë moshë është ideale për ta vazhduar një vajzë këtë lloj sporti? Ne në qendrën tonë, jo vetëm vajza, po edhe anës tjetër, i marrim që nga mosha 3 vjeçare. Kemi një grup të strukturuar që është vetëm për moshën 34 vjeç. Pra, në palestën tonë kemi që në moshën 3 vjeçare duke vazhduar pas deri se sa energji mund të ketë një person për të afruar me këtë sport. Cili është momenti që nxënësit të kanë bërë të ndihesh më shumë krenar? Momenti që nxënësit, studentët na kanë bërë më shumë krenar është fytyra që ata japin vetes vet, fytyra që japin ekipit dhe më pas kjo fitore kalohet e shumë fish nga ana e trajnerit, përjetohet akoma dhe më shumë 2 fish nga ana e trajnerit. Dhe kjo është krenaria që ne marrim mbas asaj pune të madhe që ne bëjmë për të dhënë këto rezultate. Bektash, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, ishte të vërtet kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja, faleminderit juve.